Unë nuk jam kundërshtim me këta të 4, me atë zonjën dhe këta 2 të tjerë, po këta janë managerët e Soros në këtë minutë që u flasë. Pra, i dije, thoshin që Sorua nuk e kemi sjellë ne, ka sjellë Edi Rama. Edi Rama ka 13 vjetë që e njojti Aleksin, djalin e Soros. Pra, këta janë bashkë të dashur shqiptarë, por e përfunduan me turp, pata s'kan turp, njerëzve që su verdhet as fytyra, as kuqen, po ata janë mashtrus, hajdut e vrasës. Pra, të dashur shqiptar, ju e shini edhe foton se kush janë këta. Të dalëm në realitetit dashur shqiptar. Unë e di që prisni arestimet. Edhe në për gazetat e tyre, televizorit e tyre, shkruajnë se Spaku mori urdhër nga SBA. Do me thënë nga Amerika, do me thënë nga ambasada amerikane që është në Tiranë. Të dashur shqiptar, unë para 2 ditëve bëra deklaratën serioze, se pse pengesën që e ka bërë deri në këtë minutë që unë po flasë, Spakun dhe Biron Kombëtare e kanë bërë ata 11 veta, Kelepeja. Ata e ndaluan, por e panë se s'kan ku venë më. Unë u dhash dhe afatin atyre. Ata kanë emruar Spakun të bëj punë e vetë. Arritën aty sa një kryetari i gjykatës lajmëroi Spakun për të verifikuar Edi Ramën pasurinë e tij. Dashur shqiptar, këta kanë aq pasuri sa e pa parë ndonjëherë në historinë evropiane. Ta kanë mbledhur parat amerikane dhe parat e Evropës euro. Këta bashkë me Izraelin deshën të sillnin këtu 20 milion, deshën të sillnin indian, Pakistan, lloj race, edhe kapteri në New York para disa ditëve në Kombet e Bashkuara United Nations, vizitovi me Pakistanët, me të gjithë llumin që t'i sillte të punonin në Shqipëri.